Assalamu alaikum të dashur miq, kjo është emisioni Kolazhi Javor dhe në vazhdim do të sjellim përmbledhjen javore të emisioneve të ndryshme dhe temave të shumta të cilat janë realizuar gjatë kësaj jave. Po filloj me ditën e hënë. Në emisionin Oazë e Urtësisë, Hoxha Sedat Islami solli sërish 5 këshilla nga Ibn Kaimi, duke sjell porosi të tjera për ndikimin dhe pasojat e mëkatit në zemër dhe në jetën e përditshme të njerëzit. E më pas do të vijoj edhe përmbledhja nga emisioni Ky është i dërguari im me Hoxhën Enis Rama. Ibn Kaimi, si qëndron në librin e tij të famshëm, Ad-Da'u wad-Dawa, ka thënë kësaj: Inna lis-sayyi'ati dhulmatan fil qalb. Vërtet, mëkati, gjunahu, gabimi ka një errësirë e cila shfaqet në zemër. Wa sawadan fil wajh, një nxirje në fytyrë. Wa wahnan fil badan, ka dobësi që shfaqet fizikisht. Wa naqsan fil rizq, ka mungesë, ndalim të furnizimit nga Allahu te bareke wa taala, ka vështirësi materiale pra. Wa bughdan fi qulubil khalq, si dhe ka urrejtje në zemrat e njerëzve. Pra, janë 5 pasoja të mëkateve, të gjunaheve, që Hoxha i nderuar i ka trajtuar në këtë këshill të tij. Ibn Kaimi, Allah mëshiroft, ka përmendur se si pasojë, si efekt negativ i mëkateve i cili reflekton në jetën e njeriut, është errësira në zemër. Në të vërtetë, nëse ne shfletojmë literaturën fetare, do të gjejmë se këtë këshill para Ibn Kaimit e ka thënë sahabiu ndritur, dietari i madh nga mesi sahabeve, Abdullah ibn Abbas, Allah qoftë i kënaqur me të dhe baban e tij, i cili në mënyrë tekstuale ka thënë kësaj: Vërtet, vepra e mirë i jep njeriu të shkëlqim në fytyrë, dritë në zemër, begati në furnizim, forcë në trup dhe dashuri në zemrat e njerëzve. Nëse gjunahet kanë errësirë në zemër, atëherë veprat e mira kanë dritë në zemër. Pasojë e dytë e mëkateve janë ato që Ibn Kaimi ka përmendur si pasoja fizike. Është nxirja e fytyrës dhe është dobësia fizike, mungesa e fuqisë. Sigurisht se këto i ka përmendur më parë, i kanë përmendur më parë dhe shumë dietarë të tjerë, por i ka përmendur sahabiun nderuar të cilin ne cituam më parë, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, i cili ka thënë vazhdimsi e citatit që ne përmendëm më parë, ndërsa mëkati sjell errësirë në fytyrë, errësirë në zemër, dobësi në trup, paksim të furnizimit dhe urrejtje në zemrat e njerëzve. Pejgamberi alayhi salatu wasalam u dha Kurajshve atë që nuk u kishte dhënë askush. Në marrëveshje, realisht ishin ata të favorizuar. Ata ishin të favorizuar. Dhe si kur të ishin të gatshëm për luftë Kurajshtë e Mekës, kur nuk do të bënin marrëveshje. Asnjëherë. Po ata ishin lodh nga lufta, ishin raskapitur. Humbën në luftën e Bedrit, humbën në luftën e Uhudit. Në luftën e Uhudit ata e rikthyen betejën, por patën shumë viktima. Dhe pastaj kemi përmendur se pejgamberi pastaj i kanë ndjekur dhe kanë ikur, dhe kjo ishte një humbje për ta. Pastaj lufta e Hendekut, ata u zbrapsën dhe realisht u tradhuan nga alat e tyre. Prandaj ishin humbje të vazhdueshme të Kurajshve që godisnin direkt imazhin e tyre, ekonominë e tyre, përkrahjen që e gëzonin tek fisët arabe, por edhe realisht edhe, domthonë, në numrin e njerëzve kishin humbje të mëdha. Prandaj ata donin marrëveshje. Aty nuk kundën të marrëveshja. Megjithatë, kurzën marrëveshjen. Dhe gjithashtu të ndroshë shikues, pejgamberi sa pranoi kushte që, sikur se kemi pranë, ishin të papranueshme në esencë, nga se përdoreshin standarde të dyfishta në këtë marrëveshje. Për shembull, nëse dikush nga besimtarët e Medinës, për shembull,
i binte pishman se është musliman, dhe shkonte në Mekë, Mekasit nuk obligoshin me këtu tek pejgamberi alayhis salatu wasalam. Mirë, por nëse dikush nga Mekasit bëhej musliman dhe shkonte në Medinë që të strehojë tek pejgamberi son, pejgamberi asom obliguaj me këtu në Mekë. Pse kështu? Pse mos ka vlerë më shumë një idhujtar se një besimtar? Absolutisht. Megjithatë pejgamberi son, sikur që edhe vetë ka thënë, çka do që do të më lutnin dhe do të më kërkonin, domthonjë që të ullim shpatat do të pranoj në kuadër të marrëveshjes. Nëse pejgamberi më thënë se marrëveshja realisht do të hapte rrugë për komunikim me njerëzit, për diskutim, dhe kjo i duhet pejgamberit alayhis salatu wasalam. Posa kuptoj se situata është tradhti. Thjesht, jo diçka më tepër, tha keni mund ndihmu. Kaq, as nuk u hamend, as nuk tha po e shohim çka po bëjmë. Jo, s'ka çka këtu në rrugës. Fjala është fjalë, besa është besë, premtimi është premtim. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam i tha, po, kena më ndihmu. U kry kjo punë. Për të regu besnikrin dhe për kushtimin dhe çdo kujt që pejgamberi sa i japte fjalën se ka me ndihmu. Dhe kështu ndodhi. Pastaj të ndrosh shikos, nuk e mori çështë me eufori, që të përgatitë ushtrinë, të nisën më një herë kështu më. Jo, ta rregull, ju keni mund ndihmu. Tash na i shikojna rrethonat tona. Që të ishte një goditje, domethënë një goditje e organizuar, e planifikuar, jo thjesht euforike dhe emocionale. Në emisionin Thellësitë e Kuranit me Hoxhën Osman Bekteshi folëm për pendimin sipas Kuranit, duke ndalur te pendimi si kthim i menjëhershëm te krijuesi dhe te dera e hapur e mëshirës së Allahut për atë që pendohet sinqerisht. Gjersa në emisionin Kopshti i Devotshmërisë, Ilir Ademi dhe Hoxh Orald Burimi folën për dashurinë dhe vllazërinë, duke u ndalur te rëndësia e lidhjeve të sinqerta mes besimtarëve dhe forcimi i tyre për hir të Allahut. Andaj Allah thot, wa tubu ila Allahi jami'an, pendohuni tek Allahu të gjithë, pra pa asnjë përjashtim, o ju besimtar, në mënyrë që të shpëtoni. Fillimisht, derisa Allahu nuk ka përjashtuar askë nga shtresat shoqërore besimtare që të mos pendohen, kjo do të thotë që pendimi është pjesë e pandashme e jetës së njerëzit. Pra, sado që njeriu të jetë i ditur, sado që të jetë edhe adhurues i denjë, besimtari i devotshëm, i përkushtuar ndaj Allahut, ai çdo herë do të gabojë. Do të ketë nevojë për pendim. Që njeriu vazhdimisht do të ketë nevojë të pendohet? Vazhdimisht, sepse njeriu me vetdi do ta përsërisë pendimin. Po pra, sepse njeriu me vetdi apo pa vetdi do jetë gabimtar. Do gaboj, edhe në heshtje ndonjëherë ndodh që të gaboj, edhe me mendime gabon, por edhe me veprime mos flasim, pra është diçka që zakonisht gabon. Allahu dëshiron që mes tij dhe mes krijesës njeri të ketë një raport që vazhdimisht freskohet përmes pendimit. Pra, pendimi është freskimi i raportit. Pendimi është rifuqizim i lidhjes mes robët dhe Zotit. Ne Allahu i don pendimtarët e shumë, i don ata që vazhdimisht pendohen tek Allahu, sepse pendimi i tyre është kthim tek Allahu. Pendimi është kthim tek Zoti i gjithësisë. Sa herë që gabojnë, adresa e tyre e parë dhe vetme është Allahu, është krijuesi, sepse ata janë më së të informuar se i vetmi që fal, i vetmi që mëshiron dhe i vetmi që garanton shpëtim është pikërisht Allahu. Pastaj ajeti që sapo citova, njëri tregon që pendimi është i ndërlidhur edhe me shpëtimin, me suksesin më të madh, që është shpëtimi në këtë botë dhe në botën tjetër. Çdo arritje jetësore është sukses në vetvete. Shkollimi, punësimi, martesa e kështu me radhë, por suksesi më madhor dhe kulmor është shpëtimi në ditën e gjykimit. Pra shpëtimi para madhërisë së Allahut, pasi që ne të japim llogari për veprimet tona në jetën e kësaj bote. Dhe Allah e ka ndërlidhur çështjen e shpëtimit me çështjen e pendimit. Prandaj tha, la'allakum tuflihun. Pendohuni të gjithë pas një përjashtim, o ju besimtar, në mënyrë që të shpëtoni. Që do të thotë, pendimi është shkaqeve kryesore të shpëtimit të njeriu. Siç thot pejgamberi Allahut alayhis salam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Të gjithë bijtë e Ademit janë gabimtar të shumt. Shprehja khata nuk është thjesht gabimtar, por gabimtar i shumt, dikush që vazhdimisht bën gabime.
Dikush që ka shumë gabime në jetën e tij. Por në anën tjetër thot, më i miri prej tyre është ai i cili pendohet shumë. Pra krahas gabimeve eventuale që ne mund t'i kemi, duhet paralel me të ta kemi edhe pendimin si një formë e shpërlarjes, si një formë e riformatizimit të vetvetes, si një formë e rregullimit të raportit tonë me Allahun subhanahu wa taala. Kjo është interesante dhe është prej mrekullive që përmendet në Kur'an hoxh. Pra sa herë përmendet gabimi dhe kujdes nga gabimi, menjëherë Allahu e orienton besimtarin drejt pendimit. Tek pendimi, sepse Allahu është i gjithdijshëm absolut. Ai e ka krijuar njeriu si krijesë gabimtare. Dhe nuk mund të lejojë Allahu që të mos ketë një forcë të brendshme, një vlerë, një mirësi që do ta përmbushte njeriu pikërisht nga aspekti i këtyre gabimeve eventuale që ai vepron, sepse natyrshmëria kërkon natyrshmëri. Edhe natyrshmëria e gabimit e kërkon natyrshmërinë e pendimit. Dashuria është prej punëve të zemrës që besimtari vepron. Pra kemi punë që ne i bëjmë me gjuhën tonë, në cilën shpërblemi, kemi punë që i bëjmë me gjymtyrët tona, dhe kemi punë që ne i bëjmë me zemrën tonë. Dhe të duash për hir të Allahut do të thotë të duash vllajën tënd musliman, i cili falet njësoj si ti, i cili adhuron Zotin njësoj si ti, i cili sakrifikon njësoj si ti, i cili e ka synimin njësoj si ti. Dhe kjo gjë bën që shpirti besimtarit të dojë dhe të shikojë tek vllai i tij pasqyrimin e vetes tij. Prandaj dhe një hadith pejgamberi alayhis salam thotë ruahun junudun mujannada. Pra shpirtat janë si ato ushtritë e grumbulluara. Kush njihet mes njëri tjetrit, pajtohet me të. Dhe kush si më thën shikon ato cilësi që nuk i pëlqejnë ke tjetri, largohet prej tij. Duke qenë se besimtari ka primare pjesën e adhurimit Zotit, pjesën e përkushtimit ndaj fesë, bën që të shoqërohet me ata njerëz që ndihmojnë në të rrugtim për tek Zoti i tij, duke qëndruar me ta, duke i dashur dhe duke duruar me ta. Pra duke anashkaluar ndoshta ato gjëra që mund ta bëjnë besimtarin që të largohet prej njerëzve. Pra natyrshmëria e njeriu deri diku është që njeriu mërzitet për gjërat vogla, por duhet i kalojë ato për hir të diçka më të madhe. Pra duhet mundohet besimtari të bëjë më të mirën për shokun e tij. Pavarësisht se normalisht çdo kush ka ato preferencat e tij, se besimtari ka jetën e tij, ka gjërat që i përshtaten etj me radhë, por duhet bëj maksimumin që të jetë më i mirë shokëve të tij. Dikush nuk më ftoi, jeti që e fton. Për të fituar kënaqësinë e Zotit, se po je më i mirë me shokun, si pasojë ke shoqëria ditë e gjykimit, ti do jesh më i mirë ke Zoti i gjithësisë. Ai nuk shpenzon Zoti. Për hir të çfarë? Për hir të asaj që është diçka më e madhe që është dashuria, për hir të Zotit, për të fituar ditën e gjykimit, kënaqësinë e Allahut dhe qëndrosh dhe të rish bashkë me shokët e tu në xhenet. Prandaj transmeton një prej sahabive e thot lajmi më i gëzuar që kemi marrë mbas pranimit të Islamit është lajmi që një beduin shkon tek pejgamberi alayhis salam dhe pyet hoj dërguar Allahut kur bëhet dita e gjykimit. Dhe i tha pejgamberi alayhis salam çfarë ke përgatitur për të? I tha nuk është se kam përgatitur në namaz të shumtë, në agjërim të shumtë. Thjesht ta di tha që unë dua Allahun të dërguarin e tij. Dhe i tha pejgamberi alayhis salam ti do jesh me njerëzit që do. Dhe u gëzuan shumë sahabë, tha nuk kemi pas një lajm që na ka gëzuar më shumë pas Islamit se ky. Se unë do tha do jem me Ebu Bekrin në xhenet, se unë e du shumë, edhe e vizitoj pra dhe ndihmoj Ebu Bekrin edhe pse nuk jam në gradën e tij, pra në punën e tij, në sakrificën e tij, në pozitën e tij. Thot pejgamberi alayhis salam në hadith kush do për hir të Allahut, kush do për hirin tim. Pra është vjen hadithi, kush do për hir të Allahut, kush urren për hir të Allahut, kush jep për hir të Zotit dhe kush privon për hir të Zotit, pra si më thon personi do për hir të Zotit, do ato njerëz që adhurojnë Zotin, i do që njerëzit të vinë tek adhurimi i Zotit dhe urren që njerëzit largohen nga adhurimi i Zotit, thot ky person e ka plotësuar imanin e tij. Pra kjo tregon që besimtari nëse do për hir të Allahut, kjo është shenjë e imanit në zemrën e tij. Një hadith tjetër thot 3 gjëra kush i ka një person zemër e ka ndier shijen e imanit. Pra imani, besimi në zemër nuk është diçka thjesht teorike, është diçka që ka shije reale. Kush e ka dashurinë ndaj vllait të tij, ka për ta ndier shijen e imanit. Pra kur ti e do një vëlla, të merr malli për të, do të rish me të, pse sa i është besimtar i mirë etj me radhë, kjo reflekton tek ti iman dhe besim. Në emisionin këta ishin shokët e profetit, Hoxh Bajram Karabeg foli për Bilal ibn Rabahun, muezinin e të dërguarit alayhis salam dhe një nga sahabët më të njohur për besimin, sakrificën dhe qëndrueshmërinë e tij. Ndërsa në emisionin Fiton Dershëm, Hoxh Rasim Haxha trajtoi çështjen e kredit kartelave
duke u ndalur tek mënyra e përdorimit të tyre dhe parimit që duhen marrë parasysh nga këndvështrimi islam. Dhe Abu Bekr radhiyallahu anhu e merr Bilalin në një kohë pauzët e tij, e dërgon tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja shpalos shpalljen e Allahut azza wa jall dhe ja kumton mesazhin hynor se vetëm Allahu është meritor për adhurim dhe se çdo gjë që adhurohet pos tij është adhurim i kot dhe se Allahu ka dërgu pejgamber që të ndiqet dhe të udhëzohen njerëzit me mësimet e tij dhe ai jam unë. Dhe Bilali pa u hamendur e tha shahadetin, e dëshmoi dëshminë e vërtet, dëshminë e sinqeritetit, dëshminë e shpëtimit, dëshmi që është qels i lirisë reale dhe tha la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Dhe u bë nga muslimanët, Bilali radhiyallahu anhu. Sot që në kohën kur Bilali radhiyallahu anhu e pranoi Islamin, numri i muslimanëve ishte shumë i kufizuar. Bilali radhiyallahu anhu vazhdoi në këtë gjendje të vuaj dhe të bëj sabër derisa një ditë nga ditët Abu Bekr radhiyallahu anhu aq shumë emocionohet dhe shkon tek Umayya dhe i thot: "O Umayya, mjaft me Bilalin mu. Liraja ata, shit ma mu me qëfar do të çmimi, se unë nuk po mëj me duru që ta shën këtë gjendje duke vujtur." Umayya i kthehet dhe i thot Abu Bekrit, thot, ashtu, ti e prishe këta, ti ma prishe edhe robin ta më të mirin, shërtorin ta më të mirin, merre, me qëfar do të çmimi, veç heq ma qafë. Dhe vendos një çmim, Umayya, dhe Abu Bekri e paguan atë çmim dhe e merr tash Bilalin me plot varra dhe plag dhe e pastron dhe i jep një lloj të rahatisë dhe komoditetit dhe i thot: "O vllau im, ti prej sot e tutje nuk je shërtori ime, ti je i lirë, je rob i Allahut, je i lirë." Bilali radhiyallahu anhu u bë muezzini i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i thriste njerëzit për namaz që t'i përgjigjen Allahut azza wa jall në këtë ftesë. Padyshim se nuk ka më të mirë se sa ai që thret tek Allahu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. A ka më të mirë se sa ai që thret për tek Allahu dhe punon punë të mira? Padyshim që s'ka. E në krye të tëna është Bilali radhiyallahu anhu, sepse është muezzin që i ka thirrë besimtarët që t'i përgjigjen Allahut azza wa jall. E ai që është muezzin ka një vlerë të veçantë sa të ndëgjohet zëri i tij. Kushdo që ndëgjon zërin e tij nga njerëzit, e gjenat, shpezët, shtazët, insektet, domethënë pemët, gjethet dhe të tjerat, apo gjithë ata nesër në ditën e gjykimit dëshmojnë për të. Duhet që çdo produkt, çdo shërbim që ofron banka jo islame të shikohet se a është në përputhje me rregullat e islamit. Nuk po themi a është në kundërshtim, sepse nuk ka nevojë me kërku se a është në kundërshtim me rregullat e shariatit, dispozitat e shariatit, po thjesht mjafton që të jetë në përputhje. Të jetë në përputhje me rregullat e islamit, këtu do kemi të bëjmë me ekonominë islame. Dhe në sajë të kësaj, mos si nevoja kohës, janë shfaq bankat islame me produktet e tyre të modifikuara nga këto produkte të bankave komerciale dhe vjen banka islame e modifikon produktin ose e sjell në një formë pak më ndryshe, i shton diçka, i heq diçka për me sjell një produkt halal për të gjithë ata të cilët duan të fitojnë halal, të ushqehen halal, të punojnë me halal, të jetojnë me halal dhe të mos bojnë gjuna Allahu të lartësuar në fitimet e tyre. Çka është pra debit kartela? Debit kartela është thjesht një llogari bankare të cilën e hap individi, qoftë fizik, domthonë qoftë personi fizik, qoftë juridik, e hap edhe i vendos pasurinë e vet, vendos parat e veta. Domthonë thjesht sikurse banka i ka garantuar që nëse i lën paratë na t'i ruajmë edhe i merr kur don. E kjo domthonë është llogari bankare rrjedh, se i thoj.
i thënë rrjedhse, ose llogari bankare e thjeshtë që e hap klienti i bankës, edhe pastaj pagat, pagat nëse është punëtor, pensioni, transferet e ndryshme, të ardha tjera kalohen në këtë llogaritë të tij. Domethënë thjesht është një kulet e personit në të cilin i vendos paratë e veta, fitimin e vet, të ardhurat e veta, mirë, po nuk e mon kuletën në xhep, po e ka vendosur në bank, e pastaj banka, do thonë si shenjë ose si garancë për ta që e ka kuletën, jemi të jarujt kuletën, ja jep një kartel e cila quhet debit kartel. Do thonë thjesht aty janë paratë e tona. Pjesa dërmuese e bankave që ekzistojnë në botë sot e ofrojnë këtë shërbim ose e ofrojnë këtë produkt që quhet kredit kartela. E pastaj secila bank i ka kushtet e veta dhe i ka rregullat, bazë të cilave e rregullon raportin e saj me klientin. A lejohet apo nuk lejohet? Këtu i kemi dy probleme, domethënë, të cilat ndeshen me rregullat e ekonomisë islame. I kemi dy harame ose dy gjëra të ndaluara te këto kartela. Blerja me të është fjallë. Problemi i parë është që në marrëveshje të këtyre kartelave, kur e bën klienti me bankën, njëri prej rregullave dhe neneve të marrëveshjes është që nëse e vonon pagesën, ose këstin, ose ratin e pagesës, atëherë pason dënimi. Ata i thënë dënim, na i thëmi kamot. Këto është problemi. Vazhdojmë tutje në emisionin Familja, Nklid Pelari dhe Hoxh Ahmed Kalaja folën për ruajtjen e dinjitetit në familje, duke u ndalur te respekti, kufi të shëndetshëm dhe sjellja që mbron vlerën e secilit antar të familjes. Ndërsa në emisionin Gratë në kohën e pejgamberit, Ilir Ademi dhe Hoxh Ferit Piku sollën figurën e nënës Enes ibn Malikut, të cilin e ëma e ofroi në shërbim të Muhamedit alayhis salam. Mua feja mëson që tjetrin duhet ta trajtoj sa më dinjësisht, bashkëshortën edhe më shumë akoma. Pra, ne duhet të kemi respekt për njëri tjetrin, ne duhet të kemi vlerësim për njëri tjetrin, sepse është një jetë, është një familje, është një diçka që ne po e ngrejmë bashk. Përderisa ne po e ngrejmë bashk, patjetër që duhet të kemi dhe vlerësim maksimal për njëri tjetrin dhe marrjen konsiderat të dinjitetit të secilit prej nesh. Pra, nuk na lejohet neve në emër të afrimitetit të madh që kemi me njëri tjetrin të shkelim dinjitetin e njëri tjetrit. Pra, gjithë secili ka pozicionin e vet, gjithë secili ka atë rolin e vet, kështu që duhet trajtuar secili, domethënë, me vlerësim. Dashuria, domethënë, është diçka që Zoti jep dhurat dhe lën mbas kësaj përgjegjës çiftin për të. Pra, Zoti jep këtë dhurat, po le të themi edhe ata të dy kanë obligim që ta mbajnë, që ta ruajnë, që ta ushqejnë, sepse dashuria nuk është diçka që ndodh një herë dhe ruhet ashtu. Dashuria është diçka që duhet mbajtur gjithmonë, që duhet ushqyer gjithmonë, duhet treguar kujdes për të vazhdimisht. Detajet, domethënë, e bëjnë dashurinë që të forcohet më shumë, të lidhet më shumë, dhe po të shohësh jetën e pejgamberit alayhi salam, si më thënë, ka pas sa detaje shumë interesante që tregojnë, domethënë, mënyrën se si shprehet dashuria. Për shembull, le të themi, shihte nënën e besimtarëve ku e vendos ajo buzën në enë dhe e vendos edhe pejgamberi alayhi salam. Lozte, vraponte, bonte gara me të. Jeta bashkëshortore është prehje, është qetësi, është rehati. Unë kam gjetë ku të strehohem, unë kam gjetë ku të prehem. Pejgamberi sa me ndroj shpirt dhe koka e tij ishte në prehjen e kujt? Në prehjen e Aishës. Që do thotë bashkëshorti është si më thon, streha më e rëndësishme e njeriu. Bashkëshorti është streha më e rëndësishme e një bashkëshorteje. E si pasojë, njeriu do zbulojë gjëra, domethënë, ose do të ketë disa gjëra në familje që janë shumë private. Këto gjëra nuk duhet dalin jashtë. Këto gjëra nuk duhet i dinë njerëzit, sepse zbulimi i këtyre gjërave në momentin më interesant të jetës mund të përdoren nga një që ja don të keqin familjes. Për këtë arsye dhe duhen ruajtur sekretet, për këtë arsye dhe duhen mbajtur sekretet shumë, domethënë, duhen ruajtur shumë sepse mund të përdoren, domethënë, dhe mund të goditemi nëpërmjet tyre për
për suksesin tonë në jetë, për zhvillimin e jetës e kështu me radhë. Tha ishte koha kur kishte ardhur profeti Muhammed a.s. në Medine dhe çdo kush mundohej t'i dhuronte diçka, t'i çonte një dhuratë profetit sallallahu alaihi wasallam, dikush i ofronte shtëpinë, dikush i ofronte një pjesë pasurisë, dikush i çonte një dhuratë, dikush i çonte një ushqim. Kjo s'kishte gjë tjetër, por çoi gjën më të shtrenjtë që kishte, djalin e saj dhe lum për atë nënë e cila gjën më të shtrenjtë të saj ja jep njeriu më të shtrenjtë. Shkoi me djalin e vogël për dorë dhe i tha ja Rasulullah, nuk kam në këtë botë tjetër përveç këtij djali, kësaj fëmie, por dua që ai të shërbej ty, ti të shërbëtori yt. Imagjino, thash, e përmendë ti, vakufi më i madh që ajo ka lënë për jetën e saj dhe për të ardhmen e saj, që djali i saj vetëm Enes ibn Malik i ka shërbyer 10 vjet profetit sallallahu alaihi wasallam. A ka shërbim më të madh, a ka kontribut më të madh, a ka kënaqësi më të madhe për një nën, për një prind, kur fëmia i vet rritet me njeriu më të mirë, i shërben njeriu më të mirë. Kjo tregon pikërisht edhe rolin e madh që kanë patur nënat në rritjen dhe në edukimin e këtyre personalitetet të mëdha. Po të gjërmojmë nga pas personazhet kryesore, dietarët, liderit, komandantët e mëdhenj, është e sigurt se do të gjejmë që rolin vendimtar në jetën e tyre kanë patur nënat. Kjo është mësim për të gjitha nënat e sotme, që roli juaj është i pazëvendësueshëm. Patjetër që roli i babait duhet të jetë është i domosdoshëm, por ajo që e thyen në mes gjën është kur nëna heq dorë, kur nëna braktis misionin e saj, qoftë në aspektin e dashurisë, qoftë në aspektin e edukimit, qoftë në aspektin, dhe Rumejsa bëri atë që është gjëja thash më e madhe për të në këtë botë dhe në botën tjetër. Çoi i tha profetit sallallahu alajhi wasallam, kjo është gjëja më e shtrenjtë që kam, ky fëmijë nuk kam tjetër përveç këtij në këtë botë, dua që të jetë shërbëtori yt. Madje në momentet më delikate në betejën e Uhudit, ajo që ka mbrojtur fizikisht profetin sallallahu alajhi wasallam është grua. Ajo me gjithë me bashortin e saj, me djemtë e saj, u bën mburoja fizike e trupit profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe nëna Enes ibn Malik ka marrë pjesë në betejë të tilla, fizikisht merrte pjesë dhe në momentet caktuara ishte edhe armatosur përveç këtyre detyrave që përmenda që ishin detyrat shoqëruese. Madje në betejën e Hunenit transmetohet që ajo kishte vendosur në brezin e saj një kam të madhe, një thik, po them një shpatë të madhe, dhe kur e pa profeti alayhis salam buzëqeshë dhe i tha çfarë është ajo? O Sulejm, tha kjo është shpatë, kjo është kam ja Rasulullah. Në moment që shoh veten time në rrezik, kur të më afrohen, të paktën mos vendosin dorë mbi mua, të jam unë ajo që i godas. Kjo për të treguar se sa të lirshme ishin, se sa aktive që ishin, se sa nuk ishin gra të rritura në inkubator, nuk ishin gra që nuk kishin parë dritën e diellit, nuk ishin gra që mundoheshin thjesht të ruajnë konceptin e nderit të tyre, ata ishin shumë aktive. Do të vijojmë tani me përmbledhjen nga emisioni i drejt për drejt e thëna e pa thënë me Hoxhën Ekrem Avdiu, i cili përcolli mesazhe të shumta përmes tematikës së radhës. Derisa në emisionin Më ka mësuar Islami, Hoxh Bleri Musliu trajtoi pyetjen a shihet imani në jetën tënde, duke u ndalur te mënyra se si besimi shfaqet përmes sjelljes, moralit dhe veprave të përditshme. Dhe nuk është problemi vetëm te a i ke diken në krah i cili ka me të ndihmu, megjithatë është mbështetja në Allahun fuqiplot që është... Pra ka nevojë për mbështetje, esencialisht. Pa pikë dyshimi, madje unë këtu desha dal, por derisa po thua është e mundur edhe është në rregull të përpiqet vet, po zanafillën e përpjekjes duhet ta bëj vet. Njerëzit pastaj kanë me ndihmu. Njerëzit kur të shohin se po përpiqesh të ndihmojnë. Mirë, po nuk kanë gatishmëri të ndihmojnë nëse e shohin se ti nuk po përpiqesh. Ti s'po mundohesh për veti, pse më lodhën për ty. Por kur kërkon ndihmë njeriu dhe mendoj se është njerëzore, është e natyrshme që njeriu të kërkojë ndihmë, besimtari normal. Këtë në radhë të parë e bën prej Allahut, kërkon ndihmë prej Allahut, për arsye se ai është dhuruesi i çdo gjoje dhe ai është ai i cili nëse të ndihmon s'ka kush që të mposhtë, por nëse të lën të braktis, s'ka kush që
kush do të ndihmoj përveç ti? Allahu kështu thot në Kur'an: "In yansurkumullahu fala ghaliba lakum." Nëse Allahu ju ndihmon dhe ju përkrah, nuk ju mposht askush. Wa in yakhdhulkum, e nëse Allahu ju braktis, faman dhal ladhi yansurukum min ba'dih, e kush pas tij do t'ju ndihmoj juve? Edhe mundet ndonjëherë njeriu vlla i afër, mika, dashamira, kush do të qoftë, mundet një herë, 2 e 3 edhe me të ndihmu. I lën punët e veta keq, vjen me ty, të çon atje, bën kështu, ama kur e sheh se ti s'po ndalesh së kërkuari asistencë dhe ndihmesë edhe përkrahje prej tij, ai dikur mërzitet se njerëzit bezdisen, vetvetiu janë kështu. Bezdisen për shkak se unë ndoshta edhe muj me të ndihmu, por edhe unë edhe vetë i kam nevojat e mia. Edhe unë kam nevojë dikush me ndihmu mu. Edhe kësaj ai motivi për me bë mirë nuk është gjithmonë me burim të pashtershëm energjie. Dikur shkymet. Njeriu i mençur, besimtari që është i mençur, kërkesën e parë ka te Zoti. Thot Allahu i madhruar në hadith kutsi: "Unë jam ashtu si më mendon robe. Nëse mendon për mua mirë, unë do të jem mirë me te. Nëse mendon se i ndihmoj, do ta ndihmoj. Nëse mendon se do ta përkrahej, e kështu me radhë." Kështu që e para gjë të cilën ne duhet ta kultivojmë në jetën tonë, edhe në ata faktorë të brendshëm, s'folëm për faktorë të jashtëm fare bojar, po ndoshta ndonjëherë tjetër, flasim, është që të kemi optimizëm dhe mendim pozitiv. Kjo është shumë e rëndësishme. Thonë dietarët, nëse dikush e zmadhon me seriozitet, ne do të jemi serioz karşis provave. Mirë po thot përballet me armikun, edhe e shef me shumë seriozitet forcën e armikut, thot ju kanë bërë 2 armiq. Edhe armiku real, edhe një armik imagjinar që ky po e sheh shumë të madh armikun e vet. Kështu që duhet nganjëherë edhe veten e vet me vlerësu njeriu, e posaçërisht nëse është në një lidhje të mirëfillt me krijuesin, me pa veten se ai është në një aleancë të fuqishme. Feja, cilën Allahu subhanahu wa ta'ala e ka zbrit, nuk kërkon nga besimtari që të rregulloj përmes saj vetëm raportet mes robit edhe Zotit e tij. Sigurisht se kjo është njëra nga shtyllat e rëndësishme, por jo e tëra. Andaj, në momentin që dikush e kufizon fen vetëm si diçka shumë spirituale, vetëm si diçka shumë të brendshme, vetëm si një lloj raporti mes njeriut edhe Zotit të tij, ose njeriut dhe vetvetes së tij, kërkimit të një lloj paqeje, të një lloj meditimi, të një lloj mbushje, të një zbrastie që njeriu e ka në vetveten e tij, dhe këtu i vendos kufit e ndikimit dhe objektivave të besimit, ky ka bë padrejtësi. Besimi dhe rregullat e fesë është e padrejtë që dikush të pretendoj besimin e tij të pastër, të pretendoj pastërtinë e brendshme, të pretendoj raportet e kristalta mes tij dhe Zotit e tij, këto mund të jenë, por është e pamundur të pretendohen në qoftë se të gjitha këto nuk kanë arritur të përkthehen në të jashtmen e njeriut. Nuk kanë arritur të përkthehen e të duken, e të preken, e të shihen në të jashtmen e njeriut. Andaj, Allahu subhanahu wa ta'ala kur zgjodhi që pejgamberin e tij, pra ta lavdroi përmes moralit, përmes sjelljes, pra është edhe një lloj testi, është edhe një lloj prove se ja, ne po paraqesim shembullin praktik. Ky është Muhamedi alayhis salam. Namazi duhet të na ndaloj nga mendimadhësia. Namazi duhet të na ndaloj nga vetpëlqimi. Namazi duhet të na ndaloj nga arroganca. Namazi duhet të ndaloj nga punët e këqija. Namazi duhet të na ndaloj nga çdo gjë e cila është e shëmtuar. A na ndalon namazi jon nga këto? Pyetje e cila kërkon përgjigje të sinqertë nga çdo falës i namazit. Si
do të argumentosh madhështinë e namazit dhe shpresën në shpërblim nga namazi, në qoftë se ky namaz dhe kjo qëndrim jonë para Zotit, kjo përulje jona, kjo rami jona në sejdë, në tokë, me gjën më të lartë që kemi në trupin tonë, që është balli dhe fytyra në përuljen para madhnisë së Allahut subhanahu wa taala, me çka përkthehet në jetën tonë? Cili është ndikimi i këtij namazi? Në emisionin Këndi i diskutimit me Hoxhën Saad Kelmendi, folëm për nderimin e mysafirit dhe vlerën e mikpritjes në Islam si një shprehje e edukatës, bujarisë dhe respektit ndaj tjetrit. Derisa në emisionin Popujt e Kuranit, Hoxh Muhammed Dërmaku foli për Uzeirin a.s. duke folur për historinë e tij të përmendur në Kuran dhe mësimet që ajo përcjell për besimin, ringjalljen dhe fuqinë e Allahut. Pritja, sigur që thash, pritja e mirë, pritja bujare e musafirit fillimisht musafiri duhet pritet me zemër. Populli jonë ka atë fjalën e bukur që thot buk e kryp e zemër. Dhe me thonë, edhe nëse nuk kemi, ku me ditë pasuri mjaftueshme për ta gostitur musafirin, nëse kemi zemër dhe fytyrë të buzëqeshur dhe e presim ata me fjalë të ëmbla, kjo është ajo esenciala. Pastaj çdo gjë tjetër që kemi mundësi që ta nderojmë musafirin, kjo është më e mirë për ne. Mikpritja në aspektin e ushqimit është vetëm njëra nga ato mirësitë që na mund ta nderojmë musafirin. Musafiri nderohet, sikur që tham, edhe me fjalë të ëmbla, kur e bën me u ndi mirë musafirin, konakun tën, kjo është nderimi i musafirit. Njëra prej formave të nderimit të musafirit është edhe fjalët e mira. E i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith që përmendëm në fillim të këtij diskutimi, thot men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. E përmend thot prapë lidh me besimin, thot ai i cili beson Allahun edhe dërguarin e tij, le të flas mirë ose le të hesht. Edhe në raport me musafirin, kërkohen që të kemi fjalët më të mira, fjalët më zgjedhura, mos ta bëjmë musafirin të ndihet si barr për neve, por ta bëjmë musafirin të ndihet nder për ne. Nuk është... Pra, edhe i tillë është, pra, është nder për familjen, është bereqet për familjen. Padyshim. Ati që i hyn musafirin nder, sikur që tham, do të jetë bereqet për tërë familjen e tij. Sikur që përmendëm, edhe një koqiri ka përgjegjësitë e veta, por në të njëjtën kohë edhe musafiri i ka edhe përgjegjësitë e veta. Prej asaj që do duhet ta dim në raport me musafirin, e para që e kisha me cek është ata që shpesh kanë thënë dietarët kur shkosh në ndonjë shtëpi, hyn sikurse të jesh i shurdhër dhe del sikurse të jesh i verbër. Mos shkosh në një shtëpi me qëllim ta shohëse si kanë hulumtimet. Kjo nuk është në etikën e musafirit që duhet të shkon. Në anën tjetër, mos ta rëndojnë koqirin. Ka hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë mikpritja ose gostia është 3 ditë. Përmendet ditën e parë duhet ta nderoj me nderimin më të madh të mundur që është. Pastaj 2 ditët e rëndëmta, 2 ditë të tjera do të jetë një gostitje apo nderim i rëndëm, sikur që hajmë ushqimin edhe për vete. Mendohet pra që Uzeiri thjesht ka jetu në Beitul Maqdis, në Jerusalem. Dhe një ditë sapo este dhe ka shku te ky vend banimi tjetër, që është diku më në periferi, Allahu alem ku, që Uzeiri ka pa dhe është habit. Uzeiri është nërë për të pushu, ka pas me vete ushqimin që i ka përgadit para se të nisej, pra si nozull, si përgaditje që e bën udhëtari kur del jashtë shtëpisë, dhe ato thuhet pak disa hurma, ushqimi zakonshëm i thatë, ka pas edhe rush me vete,
me rush thuhet e ka shtrydh rushin, edhe me të ka bë ushqim në kuptimin, e ka bë lëng, jo për ta pi, po për ta ngjy ushqimin e tij, ose për ta zbut, po e themi bukën, që ta haj. Para se të haj ushqim, ose mas i ka hëngur ushqim, Allahu e din më së miri, i vjen një kotje, ose një lodhje që ai shtrihet. Thuhet se ka bë gati ushqimin, për me hëngër dhe është shtri pak, me pushu, derisa është shtri me pushu dhe i ka pas sistemin duart nën kokën e tij dhe po shihte vendbanime të shkatruara, po shihte të boshatisur ato shtëpi, dhe pa asnjë njeri aty afër, respektivisht as të gjallë, pra as pa shenje të njerëzve të vdekur, që me të vërtet do të ishte interesant ku janë këta, ku shkuan, pse ndruan këto vendbanime, ose pse kanë ndërtuar nëse kanë pasur në plan që të largohen prej tyre. Pra është pyetje që vetiu njeri e thot, por ai e bën këto një dilemë në vetvete. Si është e mundshme Allahu Gjelle Gjelaluhu këta njerëz që tashmë nuk kanë kur farë gjurme të rinjallën. A do të ishte e mundshme që ata në një ditë prej ditëve të rinjallën. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot, e kundërta, ti ke nejtë, thot, më shumë, thot, ti ke qëndruar në këtë gjendje 100 vite. Thot, kër ushimin afër teje? Fëndhur ila taamike o sharabike lem yatasanna. Kur e sheh ushimin është për këtë e detajuar çështjen e rrushit, janë të njoma ashtu sikur kanë qenë, sikur kur e ka zonë gjumi. Thot wandhur ila al-himari, e thot shehe gomarin, që ka me pa gomarin? Kocka të thata, krejt. Pra, me gomarin që ka u thu deri aty, gomarin le që është i ngordhën, por është krejtësisht i thatë. Allahu Gjelle Gjelaluhu këtu e dënë mja pa, mja bot të bindën robit të ti, Uzeir në këtë rast, se si e njallë thot tash, wandhur ila al-himari kejfe nunshizuha, thumme neksuha, lahma. Thot kështu tash që i marim këto kocka, i parafrojmë edhe një herë ato të shpërndarë në tokë, më thonë gomari i ngordhën, si mund të bojmë bashkë edhe një herë, thumë me neksuha lahma, do t'i veshim me mish, pastaj mishit do t'ja sjellim lëkurën, këto janë që dhe të kjo me mish, Allahu ka përmend Kur'an, pa këtë pjesa tjetër është e nënkuptueshme, madje do t'ja sjellim edhe lëkurën, edhe qimet e lëkurës, dhe do të bëhet ajo kafsha që ty do të bartë përsëri. Vazhdojmë tuti me 2 përmbledhje të tjera të dashur miq këtu te Kolazhi Javor. Në emisionin Zemra mes sëmundjes dhe shërimit, Hoxha Elbasan Zani foli për lutjen si ilaç për zemrën, duke u ndalur te fuqia e duas në qetësimin e shpirtit dhe forcimin e besimit dhe përballimin e vështirësive. Në anën tjetër, në emisionin Fjala që udhëzon, Hoxh Gentian Mara foli për sadakan më të mirë, duke folur më gjërësisht për vlerën e bujarisë dhe mënyrën se si dhurimi i sinqert mund të sjellë dobi për të tjerët dhe shpërblim për besimtarin. Ai i cili lutet tek Allahu Azza wa Jall i lehtësohet gjendja pasi që i është sprovuar dhe është stërngarkuar dhe rreziku është për të shkatruar. Kur lutet, kur i dorëzohet Allahut Azza wa Jall, Allahu i ambron moralin e tij, i ashton vullnetin e tij dhe prej errësirës e vendos në një dritë të vërtetë. Lutësi të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, duaja e atij që lutet është kërkim ndihme nga një rob i paaft, tek ai i cili është i plot fuqishëm, tek ai i cili është i fortë. Duaja është lutja nga një njeri i cili
është i varfër, tek ai i cili është i pasur dhe jep shumë. Allah Azza wa Jall. Lutja bëhet nga një rob i cili është mëkatar i madh, tek ai i cili është mëkatfalës dhe mëshirues dhe mëshirbërës dhe falshëm. Prej edukatave të lutjes është që duaja të filloj me falënderim ndaj Allahut Azza wa Jall dhe me dërgim të selavatave ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse kjo është më afër pranimit kur Allahun Azza wa Jall e falenderojmë për gjitha mirësitë që na i ka bërë dhe i lutemi, kjo është më afër pranimit. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëgjoi një burr duke bërë dua në namazin e tij. Por ai nuk dërgoi selavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, "Ky u ngot." Pastaj e thirrë atë dhe i tha, "Kur ndonjëri prej jush falet, le të filloj me falënderim ndaj Allahut Azza wa Jall dhe me lavdrim dhe pastaj le të dërgoj selavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e pastaj le të lutet çfarë të dëshiroj." Pra, kjo na tregon se s'pari duhet ta falenderojmë Zotin, dërgojmë selavate mbi pejgamberin alayhis salam dhe pastaj të lutemi me lutjet të cilat kemi nevojë secili prej neve. Allah Azza wa Jall nuk e prej edukatave është që të mos bëjmë gjunahe, të mos përgojojmë sepse Allah Azza wa Jall nuk e pranon duan tonë. Pra, nëse ne e lutim Zotin çdo ditë duke thënë, "O Allah, na i pranon duat", në anën tjetër i him në hak dikujt tjetër, në anën tjetër e përgojojmë dikë tjetër, bartim fjalë, kështu me radhë, si ka mundësi që Allah Azza wa Jall të na pranojë duat neve? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur një person, një bedawi në shkretir, i cili ka ngritur duart lart, duke thënë, "O Zot, më prano, o Zot, më prano." Ka thënë, "Wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah." Pra, pijen, ushqimin, hajen, veshin e ka haram, u zhyt në haram, qysh më përgjigj Allah Azza wa Jall. Andaj, pse sot po ankohen njerëzit, "O hoxh, nuk po na pranojnë duat, sepse jemi të zhytur çdo ditë në gjuna dhe mëkate, në shikimin haram, marrjen e pasurisë së tjetrit, ngrënien e pasurisë së jetimit, përgojimin ndaj njerëzve." Andaj çu ka mundsi Allah Azza wa Jall me na përgjigj neve. Për të na u përgjigj Zotit duhet të pastrohemi nga mëkatet dhe gjunahet. I thot profeti alayhi salatu wassalam, "Juhdul muqil", të japësh kur nuk ke, të japësh kur ti ke pak. Dhe shkon një tjetër dhe pyet o i dërguari i Allahut, cila konsiderohet sadakaja më e mirë. Pra në rastin e parë, sadakaja më e mirë të japi personi i cili nuk ka ose ajo që ai disponon është shumë e pakët. Rasti i dytë, profeti alayhi salam përgjigjet dhe thotë, të japi i pasuri, dorë shtrënguar, i cili e admiron pasurin dhe i friksohet varfris. Të japi, do më thënë, ai që i friksohet varfris, admiron pasurin dhe dëshiron të qëndrojë vdekjes larg e më larg. Ai sa kur i vjen vdekja, thot i pata dhënë ose i pata thënë filanit kështu e kështu dhe mu përgjigj në këtë formë as sikur të kisha vepruar në këtë formë. Profeti alayhi salam na ka treguar në një fjalë të tij se risku e ndjek njeriu ashtu siç e ndjek ato dhe vdekja. Pra njeriu është në kërkim të riskut vazhdimisht, ndërsa risku është në kërkim të njeriu, ende të pasteje. Pra mos ju frikso kurrë varfris apo mos u tundo kurrë në lidhje me riskun. Mos u tundo kurrë. Ndaj dhe i nderuari Imam Hasan al-Basri rahimahullah ka thënë, Allahu subhanahu wa ta'ala në më shumë se 19 vendet ndryshme, ajetet ndryshme në Kur'anin e tij famlar, ka garantuar se Allahu është furnizuesi, pra ai është i cili do t'i furnizojë njerëzit. Vetëm në një ajet të vetëm Zoti Xhellal Xhelalu na tregon se ai shejtani i frikson pasuesit e tij me varfëri dhe braktisën thot njerëzit. 90 e sa ajete ku Allahu është garantuesi i pasurisë ose i riskut, më mirë themi, dhe u kapën fort pas këtij ajeti ku shejtani është ai i cili i frikson njerëzit me varfëri.
Nëse dëshiron të shijosh riskun e Allahut subhanahu wa ta'ala, pajtohu me ato që ke. Kështu do të shijosh, i nderuari im. Pajtohu me ato që ke. Dije se atë të cilën e mori tjetri tek pasuria jote, që e konsideron pasurinë tënde, dije, i nderuari im, se ka marrë riskun e vet, jo tëndin. Kështu që pajtohu me diçka të tillë. Kjo nuk do të thotë domethënë se ne duhet pajtohemi me ato që i cili na grabit, me ato i cili na vjedh. Jo. Profeti alayhi salatu wasalam ka garantuar se personi i cili mund të humb jetën në mbrojtje të pasurisë së tij, humb jetën pra në mbrojtje të pasurisë së tij, ai është shahid. Në mbrojtje të pasurisë, në mbrojtje të nderit, në mbrojtje të pronës, ai është shahid. Pra nuk po themi që hajtë se kështu ka qenë. Ore, risku i atij tjetrit ka qenë, por ky ma ka marrë, ma ka glabëritur mua me haram. Pra, koncepti të pajtohesh me ato që Zoti xhelle xhelalu të ka dhënë, të hap një derë tjetër, derën e bujarisë. Sepse sadakaja, i nderuar im, nuk buron vetëm se nga kush, nga fisniku. Të dashur miq, me këto dy përmbledhje arritëm në fund të takimit të sotëm përmes këtij emisioni, pra emisionit të përmbledhjeve Kolazhi Javor. Faleminderit shumë që na ndoqët, mirëmbëjtje.